për elektrolit, dhe më thamë për minerali është kokosi. Që vaj kokosit ose uj kokosit. Më thamë kokosin mundet ujnë e kokosit, dikon 10 ml uj kokosit, muj me kombinu me 200 ml uj edhe me pi vetëm këto. Dhe më thanë i përmban mineralet të nevojshme në gjendjet dehidrimi. Preferohet për shembull edhe nëse jemi në rrugë gjata ose për shembull që dim që kemi mundiku për temperatura, persona që punojnë jashtë për shembull ndikim temperatura, preferohet me marrë ujin e kokosit për shkak që përmban minerale dhe përmban sheqera natyral dhe ndikon tepër mirë te pjesa e dehidrimit. Qysh duhet me hap këto sa me marr pak të ujin që mos më na u derdh, zakonisht i ka 3 vrima, edhe cila është vrima pak ma e butë, atë me thik mundohem me hap, vetëm sa me hap një vrim të mundshme sa me marrë ujin e kokosit. Por kjo pija e përgatitur në rast të mungesës së kokosit, efektin e ka po aq? Të njëjtë, përveç që kokosi është çështje ambitor, di rrit sasinë e vlerave, rregullon shijen, edhe normal që është tamam e kompletume si elektrolite. Po, mjafton edhe vetëm kjo me ujë të risi. Nëse nuk e kanë kokosin. Po, çdo herë. Se shpesh ka persona të cilët e llogarit edhe nga komentet len, kërkon ai produkt që është pak ose më vështirë me u gjetë ose pak në çmë më i shtrenjtë, e lën krejt recete.